Durim Bami, njeriu që konsiderohet nga SPAK si i forti i Niklës, pritet të ekstradohet sot nga Dubai. Bami u arrestua në Dubai 2 vite më parë, më 12 qershor të vitit 2024, teksa ishte shpallur në kërkim me urdhër të SPAK në kuadër të operacionit Revanshi. Akuzat zyrtare kundër tij janë ajo e sigurimit të kushteve për të kryer vrasjen e ish deputetit të Partisë Socialiste Arben Doka, sigurimit të kushteve për të kryer vrasjen të Hector Alias Tori Xheçuka dhe Eriger Mihasit, kryer kjo në formën e grupit të strukturuar kriminal. Njëherësh Durim Bami akuzohet nga SPAK dhe për kultivim të lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Në nëntor të vitit 2020, Bami shpëtoi një atentati në Tapiz të Fushkrujës, ku drejta automjetit me të cilin po udhëtonte u qellua me breshëri plumbash. Nga qelia në Dubai, Durim Bami kërkoi rrëzimin e ekstradimit në Shqipëri me pretendimin se në këtë vend i rrezikohet seriozisht jeta, pasi është përndjekur në mënyrë sistematike nga 18 persona që ai i quan anëtar të grupeve kriminale, të cilët duan ta vrasin. Ndër emrat që ai listoi ishin ish deputeti Arben Doka, Behar Bajri, Emiliano Shullazi, Ervis Martinaj, Astrid e Aldo Avdylaj dhe emra të tjerë të njohur në botën e krimit.